Po pse lidhja jote me poezinë ka që fort? Që ka? Me rini, me dalë në rini, gjithë ka përballon dhe ju. Më qesh një fjallë në ranë plakun nësa ka ta. Si lule e praruar që qelë në mirësi, si bleta punëtore është drejtoresha lumturi. Kur ke qenë hera e fundit që ke qërë? Më dhe pare, të më rëllat, kur ra ma beti në anës. Vujtët e mija si ka kalu nuk kanë fond. Nuk i shku një raman. Ti e ke me jë zmajli apo zmali? Zmali. Zmali. Zamali dhe me. Shiloja e fjallës tek një njeri i poezisë, sa e bukur që është. Po Prel, pse emri Prel? Si ka? Na si familje jemi, kajtë fshati ima është katolik. Ma e me të kanë ndryshua, se ka në shumë tërshia këtu. Ka dhe me musliman sa të durë që jenë katolik. Po. Kam këpëna ja. Ti në cilin fshat ke lindur Prel? Unë kam linë në fshatin familor të tajtit Pukës. Në Pukjanë? Në 14 shtator 24. Si ka qenë si fshat? I bukur. Shumë fshat i bukur? Shumë bukur. Shumë natyrë? Kam shumë respekt për ta. Edhe për fshatet, për poplin e ti fshati. Të merë malli, ke ko që Malli, sa të du. pa e vizitu? Kam 5 vjetë. Nuk mu të shkoj. Pse? Pa, voj nga diabeti, kam kohënje nga spolet roza. Dhe më në shkollë. Edhe fëmiri kam shpërdalë. I kam bëjtë 9.000 ka pati bëjësore në Grëndine. Me djes të gjapët. Pa një dhanë, po e dhanë që ka sharam. Dhe mi ka këtëve zotit të në më një për smari. Po kjo është gjë shumë e mirë. Po pse lidhja jote me poezinë ka që fort? Që ka, unë kam qënë e gjaj, se kam avë shkollë e lartë. Dhe ajo është poet. është me Vishetvikum, qytetar në Eri Pukës, që të në Zmali. Dhe e këna si gënë. Unë nuk më pas marak të anidhe, së më kanë lënë. Me gjitha të ti shkruaje, pa qka se nuk të kanë lënë? Shkruaje, po e të fali. Me imbaja ty fshet, ato shkrimet e tua. Fshet. Qëndra jonë, ke bërë një poezi ti për qëndrën, një poezi për tetorin në roz, një poezi për 8 marsin, një poezi për Shën Valentinin, një poezi për stafin, një poezi për drejtoreshën ambasadore të paqes. Në erion. Dhe një poezi për nënën. Kryesisht poezit pas kanë qenë për, si shiko sa e bukur është, për një pjesë të madhe të grave të jetës tënde. Pse? Sepse qëndra kanë fakt shumë gra. Nëna është gjoja me bukur njëtë. është e poza në nësuar ma si sanë. Edhe jetë thash, a e si nuk respekton nënën e tia, është kriminell. Për mu. Unë se kam arrit me pas atë fatë kurë. Atë me pas me ljoftë, atë mamën asë, babën asë, motën asë, dana, dajën asë. Po kam arrit me pas gjë tim, që a i më arrit. Në pas a i paket cigare, e kam për e ti. Edhe i paket cigare? Në pas a i paket cigare, në zi këtir. E kam dhe të rizote për e ti. Ti me Xhaxhain ke patur lidhjen më të fortë. Ja, zakon. A i më patesh ma shumë se fëmijët e vetë. Sa fëmijë kishte Xhaxhai? Ka 3 djetë i vajda. Dhe ti ishe dhe ti në jetën e ti që u kujdes. I metër atë. Ti shkruajte një poezi nënës pa çka se nuk e njohe. Nuk e njohe nënë. Më e bukura fjala nën, që nga zemra del për herë. Veç ajo shkrin akullin e shpirtit dhe gjithçka e bën pranverë. Është e vërtetë. Dora e nënës mrekulli, gjithçka prek ajo shëron, zemra e saj është kaq e madhe, gjitha dhimbjet i duron. Se nëna i duron që të gjitha. Çdo njeri që vjen në jetë, pran gjithmonë një ëngjëll ka, për te çka ne kemi ëndërruar, është nëna dora e Zotit mëshiruar. Që pa ardhur akoma ne në jetë, dashurinë e nënës njohim ne, nëna qetësia e shpirtit, drita e jetës për çdo fole. E butë, e dashur zemër mirë, e ndjesh me ëmbël çdo nën, e fort trime sy pa trembur, si dhimbse tjeta për fëmin. Lum kush nën ka në këtë jetë, dhe çdo ditë e përqafon, por nga ata që nuk e kanë, larg nga qielli gjithmonë i mbron. Madhështia e kësaj jete është gjithmonë tek fjala nën. Gjithë mrekullitë e botës, vendin të saj nuk e zën. Mua më bëri përshtypje
lumë kushnën që ka në jetë, për çdo ditë e përqafon. Të ka munguar të përqafimi i nënës? Mos më pyet fare, se ka dojë në sferë tjetër. Unë kam pëtonë në zemë, pikë ndovë, të në jetën. Të dy. Që s'ka marit me një oftë. Asë, s'maj me në sanë dhe që ka për një tyre. Ja. Janë të bazarë në soshëm. Ata të dy edhe e si më ka rritë. Atëra, pas këtyre, unë rrita fëmijëte, erdhë kooperativa bujqësore, u duke dhe kooperativa, erdhë demokracia, erdhë në Tiranë, para 30 vjeç, si në 13 më marrë këtë qendër. Dhe këtu kam gjetë një rësi të dashur shumë. Pse, kemi një shtaf se ka kush. Në gjitha drejtimet. Mërën me fjallë buka, me fjallë temna, një herë s'ta akor, një fjallë kese. Edhe sa në aftë e këbuka të thotë, ju ma, mirë, sa erdë. Si nuk e zenë në i men. Në më kuptaja. Tu është në si, kena dhe të eshën e madhe si është kërë vepër për ne. Si është mështë dhe këtë titër. Si mashallah si e këna. Të në problemet në e zilë, nga gjitha orë, pusë nga ka gjuhe. Mërë e këna shku në Budven, në Kosovë, në Paljaske. Kjo është rritje për ne, a mërë e veshë. Atër këtu këna gjithë një rëtësi si në familje. Marveshje. Marveshje është të beku i dërë. Në shpije, në shoqërije, në misije, kuda. Edhe te bashkët, ku janë bashkët bashkë. Kër s'kanë marveshje, s'ka dritë qetëve. Aty ka diktaturë. Aty e bandë dërëshi kulesh. E hanë sa të durë. E vën dreqi kuleç. Ka ca shpreje shumë të bukura shqipja. Shqiptari ka bahar gjithë ka më rezultat këtu zë bandë. Po. Shkruan në gegnisht, prel? Shkruan në gegnisht? Po, në gegnisht. Shkruan në gegnisht. Okej, kjo është në letrare. Po, në letrare. Kjo është shqipje letrare. Po, edhe të fishtës e shkruaj gjumën. Edhe të fishtës? Gegem. Ajo. Përqenë shumë pishta, në fakt. Vëtet, thot, në një vend, kemi bana me bashkë, po Shqipë të kena bashkë. E kena bashkë. Ke një poezi të një shkrimtari tjetër që dhe të pëlqen shumë. Që ka? Unë e kom përqyë Majakovskin. Majakovskin, a? Kom përqyë Janis Ritsosin, grek, ashkur në burg. E thot një thonë në një vend. Një atjeta thotë Majakovski. Vërtet thonë të bëj hapat i kohës, po është mëj madhë hapi poezijës tane. Sa da sot në shkillin e madhë, bocë, shakë poezijën tane të bukur. Pra poezia nuk vdes asnjëherë, poezia jeton në... Vdes njeriu, po poezia jo. Po një poet që të frymëzon, përveç atij, shqiptar. Ke një poet shqiptar që të frymëzon? Më ka përgjyë kësim dish. Ismail Kadare? Kadarene, a i Koçari më. Ishtë me Kadaren bashkë. Agolli? Dretar Agolli. Agolli? Ka përgjyë shumë, ka përgjyë Akis Tarmili. Suliman Krasniqi. Mark Twain. A i Ivan Vazovi. Të gjithë shkrimtarët i ke padur me qef? Ba, i kom pasë, i kom. Që ka? A i se në dhe i libër, hapë të darë në kokë, a i borshka dhe mori libër në librari. E tha, mua është shqitësi, liber shqitësi, tha është në kafe. E thiri, pse ke jarë me blej libra? Ke jarë me blej me limen? Po, hapi dhe gjithë është. Po të prezentoj, thot, me kokat më të zgjuar boqë, si në të në librari me hem. Më në libër, me lendoj. Pse së lezë libër, po lezë telefonin. Të në më kate rinisë të vakësi. Po ti telefon ke? Kam. Po së përdor rrjetet sociale? I përdor edhe ato. I përdor edhe? Ato i përdor. Po ndonjëherë, ama kohën e merr libri më shumë se celulari, ë? Libri. Ulu këtu me mua që të kemi poezitë tua në son. Prel. Orna. Xhaxhai si e ka patur emrin? Mark Kozmali. Mark? Baba im lo ka pa, Del Kozmali.
Nëna ime dy ndonja. Po, babai nga se ka vdekur? Baba im, Po. thash pra, vra luftë, U vra në luftë. Unë komunistit, ka qenë oficer. Po nëna? Nëna u nda nga jeta? Nëna me lidhe me duhet e veta, mas që bani vite gjyshun, Aha. dhe i ka thonë plaku tim, sa ma thoi vjarë për këtë djep, së im ka vdes. Qa thunë me ka thonë, ka mërkun e punë, po pa ma thonë një fjallë ti për adep, po nuk më bëllë shpilë. I ka thonë, bjerë dhe unë. Që besa së dhe sati e bjallë, stakëm da për i viti. Në bashkë i jetë me jetë u barkë. Ajo ka dhe, unë jam gjumë. Kënë ka dorë më shumë e kënë e pa jetë. E ka ndjerë nëna? Ka ndirë po, një orë ka dhe, një orë para. I ka thonë për natit vetë, në dasha gjështim, dhe për një orë ka ndrojit. Unë gjumë. Po si ka mundësi? Kështu pa jeta. A im ka rritë në zërë për qafë. Gjafë im. Qafë shërbejku, kam marë shumë për ta. E kam majtë, se kam hejtë për e dore, kur e kam bajnë dhorën timi. 3 vjetë e kam bajnë dhorën timi, ku konkret me shmit e mi. Po, unë ati ishë për qafë shërbejku të të. Që ka va gjithë ka fa mua. Në pasha i paket që nga e tash. Unë e kam për ati e për i zotë. Sa vjeç ka qenë nëna kur është ndar nga jeta? Nëna ka qenë 27 vjeçe. Shumë e re. Baba im ka qenë 32 vjeçe. Të dy shumë të rinj. Po. Vlezër e motra ke padur? Asni. Asi. Një i pari fundit e ati shifti. Oh. Është shëtishme jeta ime. Po, si jam dërëva që jara. Pse cila është çudia më e madhe e jetës tënde? Shiko, shëtia, jetim liku. Jetim liku. Që thash po ato i për shkallë. Ka të shkoj dhe sot, dhe të pejtë mi, pa mara, në i kur në në time. A i si nuk i të prejnë të ashtal mikë për mua. Prejnë është leja me ma dhe fëmisë. Ndaj baba, ndaj mama. Me studimet, si ja bërë? Studimet, unë kam bërë 4 klasë shkollë, kam bërë 4 të ladhrimi, në ka ravitës. Vetëm 4 klasë bërë do? 4 klasë. I kam bërë 4 shkollë në atë, edhe... Ku? Në cilin vënd? Në vendlinje. Në vendlindje, në Puk. Po shkollimin të ndaluan për shkak të... Biografi, për çështjet biografisë. Për biografi. Dhe që koha në të mënyrë. Çfarë do kishe pas qeftit studioje? April, po. Për dhe në gjithë shkollë që kisha shkollë mana kisha. Për dhe loj dege, se më kisha në bathanë që po kje borësën. E kisha gardua dhe kisha knasë shumë. Po, për mua ka qenë literatura më shumë. Kur i rritur i vogël, duke qenë se më the që ke qenë i përndjekur, ta kanë përmendur këtë pjesën e të qenit jetim? Po. Ta kanë përmend? Asë jare. Shika, emri im ka kaluar në familjen e Argjestim, në atë kohë. Ko ka demokracia, unë kam figuruar në familjen e Argjes. Fleta familjes babës tem, në nënës tem dhe inja, që jam regjistruar mrapa, unë që kanë dekë para ta, nëna ka dekë mrapa, apo e më kërëshanë, kam gjithë darëshit po këtë heqme. Nëse kam gjithë delisat. Kalu të ajajnë, familjet ti, me emin për Ardeda, jo për Almoro. Më është që di i pak. Po, pra fshatë kam shumë respekt. Po si ka mundësi? Që është fshirë çdo gjë? Po, fshaj mos duket kuku, emri i babës tim. Mos fyroj, më ka dhejtë më përherë gjujnë po me dhjetë drejtën të emën në demokraci. Për dhe njët babës, për dhe njët njënë, që për dheket babës. Kur ke filluar të shkruash ti prel? Unë, pasaj e kam filluar që është 16 vjeç, po, foti e lehet në Canek. Me mend e mija, vetëm lexusha, Nuk i ruajte asnjëherë poezit? po më dëm të ullë. Unë thoni, po për e lexusha, dhe ata në Canek i marrin e mjede i prishtë. Edhe këtu, i kam lanë qashtë, okja fanëndajt për kësaj, që i kam lejët të ne, i ka po ndosë atë, i ka foto, i ka firmoj, e di shumë për me. Unë për me. Tash, moshajin është në dishe edhe. Sa ta shtu e? Sa vjeç je? 82, i mushin shtatorë. 82. Sa shtatore ke ditëlindjen?
Me 14 shtator. 14 shtator. Me 14. Gati me fillimin e shkollës. Kur lëvize nga Puka? Në cilat vite? Kom lëvizur 95. Vonë pas ke lëvizur? Që ata kom lëvizur. Pas rënies komunizmit. Ku ke qenë në dhjetor të 90-s? Në fshat. Në fshat? E mban mend ditën kur ra sistemi? Ose se mbaj më. Ma thuj çik, si ishte në sytë ato? Në sytë e mi? Po më bëj është të gëzim. Me thonë realiteti. Jo se s'ka pas bërat mija e kohë, ka pas atë dur. Komunist ka bërat mija që kam rësë për për edhe sot. Ti kanë qenë dhe të kokës. Me sekretarë pare, me në pas përshaj sekretarë pare të urin, një burdin në rumë, pali miska. Si ata burra nuk vinë punë ma. E të gjithë kanë qenë komunistë. Unë kam fshatin tim, kam respekt shumë për fshatin tim. Pse? Unë kam qenë një për një politik, dhe e fshatë se më ka da kur, në dasë, masë në kënak, kasë në kur falë i shefës e ka po fshatë. Pse në atë kohë të përndjekurit edhe të ndanin nga festat? Të hekshin në 3 nefrodin, në që drejt me shko farës në dedhjet, poplit, në atë kohë. Mu së kam pas këtë rishkë. Unë më ka da fshatë, ja kom përbërë të iddes. Së më ka respektu. E më ka thirën të të kënak e dasëm që ka po. Çfarë po bëhen dhjetor? Më thuaj pak ditën që ka rënë busti. Unë të piti me, komisar. Ke qenë shtëpinë tënde? Ku e dëgjove? E pe në televizor apo e dëgjove në radio? Ja, po, në televizor. Në televizor? Më thuaj çik. Kishe dëgjuar që do të ndryshonte sistemi? Po, shika. Kam pa dhe kërësi ata ishin komunista. Edhe ishin mërzit shumë. Ata kishin televizorin. Unë s'kisha atë kohë televizorin. Që ka mundësi. Kam pa 9.000 dhe për belet. Dhe shkove të shtëpia e tyre? Po, erdhën vetëm tharës. Çfarë thanë? Pitë, fëmijët e tyre. E morë dërishi. Se? Erdhë demokracia. Oh, kjo ishte fjalia. Erdhën fëmijët e atyre dhe thanë, Po. Si festove? Si festove? Po nuk zohë, po më folë shumë jo. Pse? E ishin rëzik prapë thjeshtit. Sa e rëndësishme është liria? Ka, liria është gjënë me shtaj në djetë të dashur. Aty ku s'ka liri, s'ka drejtësi. Liria është e bekuar për i të madhin zotë. Dhe ata si në shkollë lirin, e përplasin, e marrin ka shtrem, e bajnë të brisht. Njën edhe kone e zotit. Liria e ka anë të kush. Beson në Zot? Ta në jetën. Gjithë jetën të Ta atë? në jetën. Beso dhe ja kam pa shumë harën. Pse, jenë përpjekë në kiamete. Tërë fëmijë kam po 10 që mi kam marrë për edhe ja. 3.000 zestem. 7 alkavori kam marrë, dhe të mija në varë shpis, e shofë dhe e kishë. Dhe, i kam thonë Zotit, Allah të qofshin. Se më ka dhe për bukë, as për doktor, as më ka dhe në zanë, as me ma me qenja, as deri, as tamë, as me të më ka pa, në hanë Zotit me i marrë për veti. Më ka në njësët me bërë, më ka në tjera. I kam gjithë martumë, jetoj për smajë, dhista është gjithë në shpijat veta, dhe bëllë vete nënë të thonë për shakir nevojë. Shumë e bukur. As në ka shkomunimi dëmë, fare, në ka kërë Zotit mërkullin pjesni. Po, fëmijët, pse u ndan nga jeta? Orë dhekja, si në steme si tishtë për jorë. Sa vjeç kanë qenë fëmijët Ka që? një viti. Po, për të martuar, kur u martove? Jem martuar 72-shin. E kam marrë që bërua që kam sot. Kam gërët mirë. Më ka dha një jati 15 vjeqe e 6 mujsh. Edhe, E vogël, shumë. Ti në 72-shin i bie ke qenë 29 vjeç. Po. 14 dhe diferencë kënë me ta. Oh, po si ja bënit me gjithë këtë vite diferencë? S'kishte problem fare. Si ishte problemi? Laku im ma për vdekën për ta, për nusë time. Dhe i kam marrë atë nusë e i ka dalë për zotë këti bojë. Kuda? Që ka marrë të ma që i ka dalë asaj. Është më mirë ta kesh nuse shumë të re? Është ma mirë. Pse? Po ti, si ka.
unë jam tash i plakun. Ajo është e fort, më shërben. Mi bëtë të nëtë një. Femrat janë mrekullit e sheklit të i dashur. Në një shtëpi që s'ka femre, s'ka jetë. S'kat. Më me keq për këta shokët e mi që nuk i kanë gratë. Prandaj më ime në shpirt. Edhe ma foli fjallë të randa, i fjallë të kese, që se më përgjëra të brishta. I thëmë falë qofë, sepse më jetë vetëm. Po për ata burra që rrahin gratë. Ja, s'janë të akër shkunë. A e si regruën është në katërim. është i paftë. A rejtë logika. Fjalla e mytë, fjalla e kese, fjalla e mirë. Me të thonë një fjallë kese në ty, me thonë një të mirë, unë jam pëndu që të kam thonë. Po me thonë ti të kese, me të kese dhe me zërë këbure të të. Pse? Do të me hapër u dikush, më të bëtë pasha. A më në bëtë pëndu, më të të ka pull kese. Me zëtësi, me fjallë të hemla. Që janë është tema më nështë e mirë. Po, në shqiptarët, pse jemi ka që në gjak në zetë, prel? Pse një gjak zetë? Pse kemi digjoj kohët e fundit që direkt gjëja e parë që bëjnë është nxjerrin armën? Droga. Rakia. Mos logjika, antifamiljarët. Shiko, a i burë si martohet dhe nuk i ditë për zatë familjes vetë, a i nuk është njeri. Dhe me i dalë për zatë familjes tonë ti. Në më përdaja. Me e bojt pa drejtë vërësi me fëmijët e mi, unë nuk i la. Jo. Më konë babajët mua. E kam njohë para jush. Edhe këta më bëmë java kujtë pa drejtë në shti, nuk e la. Pra gruaja vjen e para? Nëna vjen e para? E para. Do ta vlerësoje, e dua përgjigjen tënde të sinqertë këtu, do ta vlerësoje gruan edhe nënën e fëmijëve të tu, kaq shumë edhe po ta kishe patur nënën gjallë? Shiko. Ndoshta humbja e nënës të ka bërë ty ta vlerësosh shumë? Edhe ja ka ndikuar. Ka ndikuar? Po, ka ndikuar, po, shiko. E kam pas nënë e babë, kam pas që atë plakë që më ka rritë mua. E kam pas nënë e babë. A më pa desh, ma në sishmet e vetë. Një kapim ditë, isë më ka falë. Pa më thonë ndalë, jo, pa shande e me ba, jo. Edhe ma që jem martu, më ka beshit. Nësë me ba. E ja di shumë, për nëjërë më ka mësua, a i si me mësohë mitë e mi. Unë i hëjë kom të bashkuat 4 gjepë gjemi, në kamës, të 30 djetë. A sa shëshë që jo bashkuat edhe, kam një fjallë me jo thonë, anë qa. Thash, unë një të kese, nda që me bakun, mos ma lyp një firmër mua, se për nëjë nuk e firmosi për gjallë, pa ma ku dorë. Në bashkë i firmës në vetë, dhe një për 10 vetë. Kusht të dojë fotokopit e këtyre s'ta me japë. Original një, në ka ba nëna për vetë, me të dërkujt e orë. Çfarë bune bëje pre? Ministër, usta, ma ka në zotit dhuratë për shkollë. Usta për çfarë? Mërë kam ba muesh, kam ba vetëm kullaguj, kam ba gjektat e 2 kate me gurdhenën. Të vare, vërgre, qëmë ka pasyri me ka ba? Dhe s'kam bitë me ba për kavaqë. Pra ke qenë mjeshtër I përkrym. i përkryer, mjeshtër guri. Guri e druni. Guri edhe droni. Oh, wow. Kërë të të ba. S'kam pranu me ba punë në keqë, kur dhe në qësë më ka ditë e punë s'keqë. Pak. E kam ba me të të dhe jam shumë kajnarë. Edhe në shpi kur shkoj, unë shkoj të djera shpi stem me kajnarë. Pse? Se kam gull vetën, asë përstru vetën. Edhe familjen e kam kompakt. Jam shumë i knasëm me familjen time. Keti një gjë në jetën tënde që nuk e ndan asnjëherë nga rituali i jetës tënde? Shka, ka gjithë kur. Çfarë ke mësuar ti në këtë ritual? I pari është Zoti i rëmë. Mbi gjithë. Atëre familja. Fëmijët e tu. Janë me kullia e Zotit. Po mu mi ka Zotit 9 fëmijësh, ndashtë që ka krambollës që gjithë. Ku ka më të bukur dhuratë. Aja më shoqet të anë jetën. Po nuk janë shumë 9 fëmijë, Aprel? Nuk janë shumë 9 fëmijë? Unë sa kam kur një tepër. Po thonë që fëmija do shumë para për të rritë, do shumë zmet. Janë rritë ata. Janë rritë pa telefona. Pa të rëmë, me djerës të gjakut. Dhe, i kam pësku që 10 punëtorë.
Qysh të vegjël, qysh këto aspo, jo kanë bërë kosharë me bjellë kështeja. Kanë bërë shumë kështeja në fshatin tonë. Po. Po. I kam fut të puna. 4 djemë të jemi janë të 4 stadare. Kanë marrë zanatin tim. Janë më të mirë se unë. Çfarë të mungon? Mua, për zotën, më të thonë realitetin, nuk bëjnë një jetë të vështirë. Bëjnë një jetë mesatare, si ashtu bën sen, asë duhe shumë, asë në fund. Ka mesi. Pse? Po kur i ka mesi, ti respekton miku në rregullinë e Zotin e gjithkat. Të dhimbet ata si është me halë e një banë. Kur ke shumë, kanë kokën leku i shumë. Nuk duhet me e lakmu shumë lekun? Kur. Sa, asë mos me metë pa ta, asë me pas thajsin. Mos ja pa shaharë. Nëse do kishe qenë i pasur, do ta kishe pranuar lekun? Mesatar, pra. Ka mesi. Gjithmonë mesatar? Gjithmonë ka mesi. Ma nërtë jo. Nuk e duhe fare. Pse, u kom marrë bësh, në këtë jetë e bësh dhe iku. Dishka dënonë mrapa. Në faqen e dhe jo, dhe faqen e bardhë. Më mundu me lonë faqen e bardhë. Dhe për desët e mi knashën, qa për parë nuk e di. Pra njeri u falë vetëm nderin, thote. Qash. Të lexojmë një poezi tjetër? Në zi dhe të pandemisë. Të pandemisë. Qa mendove kur ra pandemia? Po ta shihe aty se kam shuar jo. Ma këtu. Jo, qëndra. A ke këta, gruas. Po. Kjo qenie madhështore, nga Zoti e krijuar, të gjitha ngjyrat e jetës asaj ja kam dhuruar. Shpeshherë nga njerëzit shikohet si e brisht, por ajo është forca që botën lëviz. Ajo është nëna që jetën dhuron. Ajo është bia që prindrit i gëzon. Ajo është motra që jep ngushëllim, është edhe bashkëshortja e fortë dhe me guxim. Ajo është dora e ngrohtë që zemrat shëron, ajo është shpirti i butë që për të tjerët mendon. Sot nga zemra ime buron veç ky urim, çdo grua në botë qoftë e lumtur dhe e lirë. Zoti e shpërbleth gjithë mundin tuaj, e secila nga ju qoftë gjithmonë e gëzuar. Me respekt, për Elsmani. Gruas. Dhe Shën Valentinit, pse Shën Valentinit një? Është i dashur, bro. Është i dashur? Dashur i jashtë e mije, bro. Vërtet? Dashur i jashtë plakët korë. Dgjoj, po dhurata ke dhuruar prel bashkëshorte si ke dhuruar? Tjetër, bro. I ke dhuruar, a? Sot ka bërë ditëlindjen e gruaja ime. Sot? Sot. O, dhe 100. Falenderit. Dhe unë ja kam dhuruar 100.000 lekë mjes. Asa e bukur. Si e ka? Më thuaj pak si e ka emrin? Dildonja, shuhet gruaja ime, Dildonja nëna ime. Dildonja? Po. Wow. Edhe gruaja, edhe nëna të njëjtën emër? Të njëjtën. Dildonja. Dildonja. Ua sa e veçantë. Shumë e çuditshme, ha? Shumë e çuditshme. Po si ka mundsi? Mua më thonë pran deda. Babs, no, gruas tani thonë do deda. Ua. Po pse nduhet deda? Po do të këto është e vërteta, bro. Nuk është ka qenë me plan, njoja. Jo. Rastia perdish. Wow. I ka patur mendon? I ka patur virtytet e nënës tënde, Dildonja? Po i ka pas. I ka pas, Shiko. Po mua ka qenë është mrekulli për jetën time, është dhurata më po kush i më ka dhënë Zoti në jetën time. Ku e kupton ti që e ke dashuruar një njerëz? Mënyra e sjelljes. Mënyra e sjelljes dhe respektit. Shiko. Ajo grua që respekton burrin, respekton dhe fëmijët. Edhe gjinjën e vet. Me radhë si gjitha. Nëse ti burrin e poshtron, ti poshtron veten tënde dhe familjen tënde ku ke dalë. As burri ta poshtoj gruan, kurrë me kurrë. Do ta madhroj, bre, të arrish në zonë sa mundet. Po të thënë ai çajubi i thot, ti s'pa të dritë, thot, po mua drejtën time. Si diç gruaja. Unë thot gjithmonë të kam besu, po të mas kur mos kam të besu. Unë sot gjithmonë
kam besue. Ti shi ma mua ditën time, se s'pa të di, pa mua ditën time, kur mos kam e të besue. Si lule e praruar që qel në mirësi, si bleta punëtore është drejtoresha lumturi. Është e vërtet, po. Ashtu siç ka emrin lumturin adhuron, e dashur e sjellshme që kur nuk përton. Mbështetje sociale për çdo problem që kemi, rrugë zgjidhje të sigurta na jep psikolog Meti. Po. Ka ikë Meti, ka zëvendësu kjo. E ka zëvendësu, si e ka? Anthi. Si? Anthi quhet kjo. Aranthi, ë? Anthi. Anthi. Po. Është shumë e mirë. Vërtet? Është shumë e mirë. Si e ke lidhjen me Anthin? E kam të shkëlqyer. Vërtet, ë? Po për zotin. Po kur ke ndonjë shqetësimi, flet asaj? Kur ke ndonjë shqetësimi, a thua? Me pas nevojë, po. E me sigurt se ndëgjon. Edhe ti dëgjon gjithmonë, ë? Shumë e mirë. Shumë e rëndësishme. Psikolog. Po Anthi ti ke bërë një poezi? Akoma. Mendoje, po Do t'ja bëjnë se s'bën. mendoje një strofë. Do t'ja bëjnë të plot një. Mbështetje sociale për çdo problem që kemi, rrugë zgjidhje të sigurta na jep psikolog Meti. Sa të kënaqur jemi ne me stafin ton, për ne punojnë, gatuajnë, gjithmonë pranë na qëndrojnë. Se vërtet. Nga zemra na rrjedhin shumë falënderime për ju që bët këtë qendër të dashur si shtëpinë time. Vërtet. Unë e kam përhyj shumë. Si e kalon ditën këtu? Shiko, ditën këtu ka dhe shumë mirë. Pse? Kur i bëjnë lavëri, kohët e ditës i kalon të 4 orë, 5 orë. Unë moshën të aliknashën më shkuar në shtëpi, se i pak nashën. Se, gjithë mosha më njësë do në moshën. Mosha e pleshërisë do moshën e pleshërisë. Të rritë do në moshën e vetë. Këto, mosha jonë është, ne pushin karakteret, muhabetet, edhe kalojnë moshën mirë se keshë. Edhe ku a folë dikush i fjallë që si ja vlenë. Unë nuk ja këthaj. Fare. Mund të rujtë pse. Thoti, i kokë ma. Në një fjallë të rënë, thot, me mre përgjigje të është theshtja. Po, vuajtjen tënde më të madhe, këtë quaje sot? Inshallah nuk më ndodhë. Kisha me i punë tim unë, mos jam, pa vdekje në shtëpi teme. Gjithë e misën, prapa me është nësja me madhe imja. Vujtët e mija si kanë kalu nuk kanë fund. Nuk i shku një roman. Ja unë të një intervistë. Po, ka i ka të dhe a këthy i të ndryshe për mua. Fati me masim ka pjesë një hajtë. Me rini, me dalë në rini, gjithë ka përbalon dhe ju. Më pësesh një jo. Një fjallë në randë plaku nësa ka ta. Edhe pa gjumë të natën, se bat me stres. Po këto si kam unë. Edhe nuk më ndodhin në shpi. Edhe këto janë shumë pakta. Në si kam pjesë një shumë të mirë. Falenderoj Zotin për gjithë ka. Një përembesa ke? 22. Sa shumë. Kur njësë në tepër. Çfarë i duhet me imësu një përembesa? Mësë me bak mund të fia. Me ndëgu mësusën, me ndëgu babin, mamin, gjagjat, edhe ata që më këna që ti. Po ata që thonë, 2 vjetret nuk din? Ata janë bëdala. Pse? Janë bëdala. Shiko, ka i libër në shpi, një fëmi, 10 vjeç. Nëse mësusën që qërë të inanëm, i foli fjallë kese. Babi Athiri i foli fjallë shumë. Më rëbija, tha, po ti kje të në tonë në prezentës mësusës. Si e lejo veti me asaj nënës tonë, si ajo ka në me qina letë të koka jote të përkohën me djetë. Edhe duke e marrë në shaurije, duke pasë dhe shumë stoftë. E ti shkove ullë nënën tonë, nuk të farë të zoti. Ajo nënë ty të ka punë jetë, ka dërgu jetë, në më të ka punë jetë. Masi të ka majtë nënë bujnë trupin e vetë. Dhe ti i folë fjallë e keshe, ta kesh për turpë. Po mas haro se do vini ditë, që e na do ikun. Dhe ti ke për ta pas mon dhe gjithë të derë me të përqafua. A ki për ta pa. Përndaj mas i dhe për ma, që ose e ke babën ndonë dhe nënën ndonë dhe shakë. Unë ka përgjë shumë e copë, e prit dhe vetë, që ka thonë për nënën dhe
ti për rrugën e vetë. Po ata që i braktisin. Ha? Ata që i braktisin. Ka dhe nga ta. Mu më ka mori ditë, pritin kam gjithu, thajtë, që ka bajsh dita 3 e pashkëve? Ashtë po shemja. A shkojmë blejnë bomqë sa bashkë. Çdo bëjmë? Bomqë. Bomqë? Shërbuj. Po. Shkojmë, futëm men, dhe të prezentetën me balori më të rikë sa i lagje. Aty ishin 40 kalamajt tanë kopila. Sa në të më uhe, mërënat. Kur këj një të njëve bërë në gojë, sa për linur. Ku ka mamën këtë mi. Sa, ma ka braktis mama, e ka hullë në kështë betoninë në fort krujë. E ka një të kajtë, e ka në marrë për këto. Më i thash, saj nane jam marrë të dëre që shpirtin. Mos, ta se mërë e më katë, është pse. Shika, nështë aje nane e ka pas jashtë martese, dhe ajë si e ka pas këtë fëmijë me ta, si e ka panuë. E ka pas në dërën me hesh nga bra po i qindërë, pas ka panu me hesh nga jeta, e ka pru një jetë, dhe ka hedha të ku thash një dikush të kajtë, si më të metet pajda dikush për zatë. Ka pas fatin kartu, dhe më do i shkolli të li. Bëni të penduë, si i thash. Pra braktisja fëmijës është raziki jashtë zakonëm, ajë si e bënë për mos, fatkesia me mama. Po braktisja e nënës? Edhe nënës, mas mëra, Shiko, kur shyrë braktisët nëna? Kur shyrë? Nëna dhe braktisët. Ashtë nënë, si do shi tjetë, ajet ka po në jetë. Plesët në shatin të të shin në baftë gëmarë baba, e nëna në baftë pelë, ma sypnin të. Bërdi për dore, të mbegim të jo. Se nuk u farë të joti. Kur ke qenë hera e fundit që ke qarë? Si? Hera e fundit që ke qarë? Kush? Ti? Nuk edhe pare, jëtë më rallat, kur ra ma beti në anës. Kur rallotin të sëjë. Nuk shaj ka dhaj, për zojë nuk ka erë. Kom në shpijet për artisti. Jam njeri shakazi, ma ju shumë shaka. Në shaqërije, në shpije këda. Jam njeri humorist. Pra, nuk kajmë. Për zërë, më ka të në zërë, një s'kam kajtë. Kam se kraj në të vjerë dhe s'kam... Të ka ngrën gjarpëri dhe s'ke qajtë? Ja. Kur të ka kafshu gjarpëri? 14 jam konë. Oh! Pa në 3 në kam po. Si ka mundësi? Të ndoj gjatë ma e letit, ma e mullarit. Më kam zarë dhe pa lukë, kam hetë 9 javë 2 shtava. Po si e nëzore helmin? Ma paju baba, migja. Ta preo? Ma paju me prekroj. Me briskë? Wow! A i më ka përtu jetër. A i ta ka shpëtuar jetën dhe të ka rritur? A në dhëtëm po. Edhe për më në shmoj si më ka rritë edhe më ka bo i e burë për vlera. Në mendë mija. Kjo është e rëndësishme. Vlerat do jenë ato që si the, njeriu do vdes, po faqen do të lë, faqen e bardhë do të lë. Në të zezën njën e dysh, po. Në të zezën në të bardhë. Prel, u knaqa shumë që takova. Një është zotë, edhe për më falenderoj Dhe shumë. të falenderoj shumë për këtë bisedë që bëm. Edhe të falenderoj ty, falenderoj shumë për respektin. E për pyetje që më ke ba, më ke udhëritur në zemër. Dhe më ke shpalos këtë petat e zemrës të eme. Edhe unë të falenderoj që ti e le veten të lirë për të biseduar me mua. Miq, unë e mbyll këtë bisedë me Prel Zmalin, Zamali. Zamali! Zamali. Faleminderit shumë që qëndruat edhe sot në këtë intervistë. Do takojmë bashkë përsëri në episodin e radhës. Po mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tim dhe të mos harroni që të më shkruani në rrjetet e mia sociale për të më propozuar personazhe të vërtet, real, si gjithmonë që t'i sjell këtu me ju. Gjithmirat. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.